السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الله يستندروار ne kemi filluar me serialin Historia përsëritet për paraqitjes të tatarëve deri në Ain el-Jalut inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Në dersin e kaluar para këtij e pam që përleshja e muslimanëve në Kabul ishte një fitore e ditë e muslimanëve me Xhelaluddinin. Udhëheci i muslimanëve Ghazna e pastaj në Kabul, fitoria e Ghaznës dhe Kabulit ishte një fitore e madhe për muslimanët pas humbjeve njëra pas tjetrës. Dhe kjo i u bani që të muslimanëve t'ju kthehet vullneti. Do thot me 10.000 musliman që kanë rob u liruan, i morën musliman. Pastaj ndodhi një humbje e madhe në palën e tatarëve, një humbje një numër goxha i madh i tatarëve që kanë humbë në këtë përleshje. Dhe disa prej muslimanëve e kuptuan që kjo është një kënaqësi, një begati prej anës të Allahut subhanahu wa taala. Por për shumë njerëzive ndonjëherë është kjo ndëshkim dhe sprov. E cili ishte ndëshkimi dhe sprova mbas kësaj fitores të madhe që e bën, ishte çështja e ganimetit. Çështja e plaçkas të luftës. Do thot përleqja e ushtrive, numri i madh, pastaj plaçka të luftës, bollak, pasuri sa duash, që hadithi që ka ardhur nga Amr ibn Aufi radhiyallahu anhum, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po vallahi pashallah nuk ju frikna për çështjen e fukarallëkit që gjë t'ju kapje juve. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk frikëm se do ju ndodhi fukarallëki, do keni fukarallëk, por friksohem se mos ju nështrohet dunjaja. Mos ju hapën derët e dunjës, ashtu si ju hapën atyre para jush. Dhe do të ngaroni ashtu si ngaruan ata, dhe do të shkatroheni ashtu si u shkatruan ata. Do të thot mirëhapja e mirësive të dunjës është më e rrezikshme se fukarallëki. Do thot bollëki ndonjëherë është rrezik për njeriu. Në këtë ndodhi, në këtë luftë, në këtë zaman, kjo periudhë që ishte gjithë që ndodhia tatarëve ishin kap zamrat e muslimanëve me kecmujen me lakmin e dunjas. Përveç se ka mëshiru Allahu subhanahu wa taala, luftrat e tyre ishin luftra materiale dhe nacionale. Po ashtu lufta të interesit dhe dëshirave. Nuk ishin lufta për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këtë kjo luft, këtë kjo sakrificë ishte dashuria për ekzistencë. Me ekzistu, dëshira për pushtet, për qeverisje, dhe frika që mos të bien rob e të vritën në durrët e tatarëve. Për këtë arsye ndodhën di fitore të mëdha, Ghazna dhe Kabuli. Por, kur të vjen pasuria, kur të vjen ganimeti, kur të vjen parët e shumta, zbulon fshehtësina që ka janë zemër. Del në majdan tona. Se njeriu, të risa s'ka, o Allah mi jepëm. Amon kur t'i dalën, kur t'a shosh arin dhe altanin, kur t'a shosh tituin
dhe pozitën, këtu pastaj zë zambra i shpalos, i vjell ato mbrëmësin, ato fshëtsina që i kemi. Allah na ruajt. Pasi që mbaron, kjo humbja tatarve nuk largohet, afrja. Fillon minjerë tash, ne cekëm një qfar komandanti Sejfuddin Bagrat. Thamë që kanë prej komandantave ma i shkaft në aspektin ushtarak. Dhe cekëm që ju ka gjitë Sejfuddinit, apo Xhelaluddin kujtë thamë? Ju kanë gjitë edhe ki Sejfuddini, po ju ka bashkua në Melik Khan, edhe një mbret tjetër. Edhe jenë bo bashkë do bo ushtri e fuqishme. Pas kësaj, qohët Sejfuddin, i cili e konë ma i shkat në çështjen ushtarake, edhe Melik Khani dhe kërkojnë hisën e vetë të ganimetit. Për qindjen. Edhe pse ganimeti është ndatë në aspektin shëriatik. E këtu, kur fillojnë këto të kërkojnë hisën e vetë të ganimetit, zonë ngritën zonat. Shumë e poshtër parja. Valla e poshtër është. Edhe kur zonë ngritën zonat, zonë ngritë tensioni. Lufta afër me tatarët. Shpatat ndorë. Edhe nishën për lesha mes muslimanëve ndërmjet veti. Për çka? Për ganimet. Gjatëse për leshjes, do thotë vritët vllai Sejfuddinit, i komandantit kryesor me 30.000 ushtarë. Edhe këtu ki hidhrohet keq, i urdhron 30.000 ushtarë të vetë tërhiqen. Momentin tërhiqja 30.000 ushtarëve, zë bot panik brenda të ushtrisë. Ja di që do 30.000 mu të largu? Plus njësia ma e shkath në luft, ma trime, ma guzimtare, dhe fillon pastaj kur e shë që bot destabilizim, tenton Xhelaluddini shpejt ta përmesoj e gabimin. Fillon bisedimet me Sejfuddin, s'pranon. Do të vrallaj janë, baroj çështja. Dhe tërhiqet me njëherë, me 30.000 ushtarë. Momenti ku tërhiqet o vëllezër të ndershëm, fillon belaja. Fillon të lasha, fillon me një rënja e asaj fitores madhe. Për këtë thot që ka ardhur hadithin Sahih Muslim nga Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, që Allahu subhanahu wa taala thot inna dunya hulun khadira. Me të vërtetë dunjoja është e ëmbël dhe jeshilt. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju ka bën më kam si juve në këtë dunjë. Fa yanzur kayfa ta'malun, ju shikon juve se si keni me vepruar. Keni me vepruar në bazat parimeve fetare, Kur'anit dhe Sunetit, apo në bazat të interesit personal dhe kënaqësive të kësaj dunjaje. Fattaqu dunya, fattaqu nisa. Keni frikë dunjës dhe keni një frikë grave. Këto digjonat e prishin umetin. Fitnja e mallit, e pareve dhe fitnja e grave. Dhe nëse merë dhe i shpalos dhe bën hulumtime, di i shoh shumica që kanë rënë kurth, ose lakmia për një vill, ose lakmia për një kerr, ose lakmia për pare, ose lakmia për diçka, ose kanë rënë dashurinë e grave të huaja. Edhe pastaj dalën majdan në rrjetet sociale. Valla se kam pas shështu, valla se kam pas shështu, valla me ai, valla pa ai, se dia me ai, ja pa ai, a më kryesorja ka dhe një send. Allah na ruajt. Për këtë arsye, larg këtyre dijave gjonave, me i pas në kontroll në bazat të parimeve të Kur'anit dhe Sunetit. Pasi që e shet që tërhiqat, Xhenkis Khani e shfrytëzon rastin, se Xhenkis Khani ka ardhur vend tash. Ne thamë se Xhenkis Khani kanë në Samarkand. Kur i kanë humb ushtarët e tij, 2 herë njëra mbas tjetrës, ka thonë të vita shoh kush o ki Xhelaluddin, kush o ki burr që çka a kupton, ma kanë nënshmu ushtrien dhe do me marrë pjesë vetë në udhëheqje të luftës. Dhe kur e sheh Xhelaluddini që ushtria tatarëve Xhenkis Khanit është e madhe, edhe fillon tërhiqet. E sheh numrin ushtarëve më ekspertat, ju kanë largu, ju kanë tërhek. E sheh belajen ku ndodhi. Dhe fillon tërhiqet dhe të ikë si hiki kush? Ma herët, kujti kujtohet? Babaj vetë. Apo? Çka thonë plesh, ndarda ndërdart, apo? Dhe fillon të hikje si hiki babaj vet. Dhe filloi të hikje të dale pe territorit të vet çka ishte, të
Kabulit, pastaj ka himrin kufin të Pakistanit, pastaj ka deportuar Pakistanin, pastaj ka dalë të liqeni, të lumi Sind. Lumi Sind që është në Pakistan, që ndon Indin me Pakistanin. Kur mrin ati, me njerëzit më të afër që i ka pas, ministrat, këshilltar, truprojet, ma ato krejt. Kur mrin ati, edhe normal ushtar që i ka pas, kur mrin ati i shet që janije nuk ka për me dalë ma tonë për një ndi. Ushtria Xhenkis Khanit vjen mbrapa, edhe këtu detiron pa tjetër luftim. Dhe kjo luft që ka ndodhur 3 ditë pa ndar 24 orë, e kanë konsideruar luftat më herët që ndodh mes tatarëve dhe muslimanëve sikur lojë ka qenë. Luftë e ashpër që tu dy palët kanë pas humbje të madhe. Pas 3 ditëve ndalen dhe bojnë një çfarë lloj marrëveshje, një çfarë lloj armpushimi dhe brenda këtyre 3 ditëve vritet mbreti Melik Khan. Cili ka Melik Khani? Ai i cili kërkoi ke hisën e ganimetit. Këtu vritet. A e mor ganimetin? Jo. A e mor dynjon? Jo. A e mor postin? Jo. Për sa minuta u vra? Për çastet vogla. E mirë, a është e barabartë sikur një njeri që e ka një jetin e pastër dhe vdes si shehid rrugt Allahut, edhe një njeri i cili vdes u ka bërë shkak i fitness? Unë thot vallahi hoq s'kam dorë, ti s'ke dora më ke fjalë. Ta e ke dhe s'fjalën. Ta e ke nisat atë belajan. Ti thunë s'kam dorë, a më ke fjalë. Ta e s'ke fjalë, a më ke mbështetje. Mos të ndo tërhiqesh. E para me ndonë nëse të vjen melekul maut, që shtu dhe ta merë shpirtin, si i ka ndodhë këti. Do të thotë, as pozit, as pare, as një jetë, as gjanë. Në ditën e 4, kur i batin të di ushtrit që numri i madh që ka është vra të di palve, humbje madhe, gjatë kësaj pushimit, anë pushimit, e shet Xhelaludini që vjen anijet, në Bregdet. Do të thotë të lumi Sind. Me njerëzve të afër hipin anijet dhe hikin. Shkon një ndi. Por edhe që një ndi si ka pas raportet mirë ma të mbretit aj që i shop. Se nuk ka rahatue. Ka pas të lashe ma herët aj me to. Dhe i kanë dhe e lem musliman të shkrijet pa ushtri, pa mbrojtje, i lëndorën të Xhenkis Khanit, i cili s'ka dalue ushtar dhe civil. Si i kanë të rësu hiqë. Dhe ka dash kanë bo atë që kanë dasht ata. Kthehet në Gazna, në qytetin e Xhelaludinit, dhe dhunën më të madhe që e kanë pas gjithë ai territor o kon Gazna. Pse? Se o kon vendi i Xhelaludinit. Ja vret këtë burrat që ka pas, që ka pas gjini femrore, kreti i kanë marrë, i kanë bërë robresha, dhe më e çuditshme se i gjen gjend e Xhelaludinit, dhe kreti merr para kret popullatës i ekzekuton. Do të i ekzekuton gjithë. Asnjë sere gjallë. Që t'ju jap mësim të tjerëve, që ta shijoje edhe ki atë që shijon muslimanët. Pas kësaj çlirohet do thot Afganistani. Ëndra e Xhenkis Khanit realizohet. Se ne kemi cek në ligjëratën e parë që ëndra ka me mbrije ku halifetin e muslimanëve. Që krishterët që kanë shkuar e kanë këshilluar që janë shumë vendimi, ka pare, ka atë, ka këtë. Ëndra e Xhenkis Khanit të kanë Bagdadi. E me rënien e Afganistanit, atëherë vetëm se kanë fillu të bien shtetet tjera. Si të bjerë Afganistani, kanë ra shtetet tjera. Dhe rëmja e Afganistanit, në durë të tatarëve Xhenkis Khanit, anë kanë signal për shtetet muslimanëve që janë kanë në atë zaman, që i pritni se të lashja ju vjen, bëv një hazër. Po ato se kanë 5 pari si kanë bo. Pse? Pse kanë ëndra Xhenkis Khanit çlirimi i Afganistanit? Se e para, Afganistani është vend malor, ka kodrat mëdhoja. Edhe ai që e kap Afganistanin është zor ta hinje dikush tjetër. Veç me gur me gjujt për i kodrave, ti se në afrohesh. Do thotë, të është vend i malor. Pastaj minjer, është ati Pakistani, Irani dhe pastaj Iraki. Do thotë, nëse mirët a Afganistani, minjer be Pakistani, shkon Irani, një me Irani kush në gjitet, është Iraki. Në Iraku kanë, o kënë khalifjeti muslimanve.
Dhot, që ka po strategjin shejtani. Pastaj, e dyta, a shkon Afganistani vend strategjik. A kon në mesin e Azis. Kush e ka kap Afganistanin, ka pas mundësi të i kontrollon 360 shkallë për rreth. Do të minjer ati, kontrollot Pakistani, Irani, Rusia, India, edhe një pjesë e kujt? Një pjesë afër thuj të Kinës. Do thot që ajo kur vjen minjerë, do thot ajo afër është basi të krinë to, i krinë çka? Vjen edhe, do thot Kina që do ta kete shumë afër. Ju ketë për veti telefona keni bu dritë, gjena një dritë të mu. Do thot, kjo shkon, do thot, e treta është për shkak se Afganistani shkon vend tabihati poplit afgan janë të ashpër, janë njerëzit fort, se njeri si nësot babi mami, mi i thonë shkon një buk ma vlej, i vjen mërzi. A mënaj që u ka mësu me mbajt dhe me hek, a i mbajnë e thaset me qëmen të shpind. Së është mësu i hekave. E popli afganit të konë popull i fort, edhe që ju kanë balafaque vështërsive, ftoftit, ashpërsis, do të kretë se vendit detiron që të bëhen shti i fuqishëm dhe i fort. E katërta, ki vend i Afganistanit është kanë vend i edukum në aspektin fetar. Do thotë vullnet i tyre fetar. Andra e tyre si të ndihmojnë dinin e Allahut. Dhe të këto është kanë dëshira e madhe, do thot për me vdek në rrugt Allahut. Pse? Po, a nuk kënë që edhe në Gazne, edhe në Kabul i fituan tatarët? Kur kush së një fitoj ma herët? Se kjo do të thot që ata jenë kanë nanën imanore, shpirtrore, të pregaditur për me dhonë shpirtin për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për me e mbrojt dinin Allahut subhanahu wa ta'ala, për me mbrojt vendin e vetë. Sa ato e kanë kuptu mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi alaihi salatu wasalam ka tregu sa njeri i cili vdes duke mbrojt mallin e vet, tokën e vet, vdes si shahid. E të këto kon bindje, ti po vjen tatari me ma marr tokën mu. Po vjen prej Mongolia që në kufi prej Kinës, me ma marr mallin. E si une do ta lan, atë ta marre mallin tem. Pa atër une vdes shahid, e dha qka nuk ja dërzoj. E kjo kon dëshira e Gjenkis Khanit, se e ka ditë realitetin. Nëse marrën këto, atër kolaj është. Dhe pesta është, e ka mendu se nëse bja Afganistani, do të bjere vullneti këtë muslimanve. Dhe do të demoralizohen muslimanët. A anën tjetër, do ju kthehet vullneti kujt? Tatarve, se di lufta humbën ata njëri me tjetrin. Dhe shikoni, do thot, qa kon ëndra e tyne, dëshira e tyre, do thot, paramendoj për një kohë shkurt, tatarët kanë arrit me marrë Kazakhstanin, Uzbekistanin, Turkmenistanin, Afganistanin, Iranin, Azerbajxhanin, Ermenien, Gjorgjien, për një vjet. Kjo është e çuditshme. Ku kanë konë gjithë këto njerëzi? Si mës me dalë kërkush mi thonë, ka dalve stop, prit, ku je nisti, ku je të shkue? Do thot, përveç se ku ju ka dalë telashe, ju ka dalë telashe në Afganistan, në Gaza dhe Kabul, të musliman të cilët e ka njoft dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi që mbarojnë me këto, me Xhalaluddinin nisen për Muraga. Muraga është një vend në Azerbajxhan, pjesa e Azerbajxhanit. Më e çuditshme është se ky vend e ka pas mbretëreshën grue. Musliman. Që kjo në histori nuk ka shkruajt. E shtash, po thënë ulemont, a është të gjyri s'ka gjithë në i burë, tamam që duhet, që më udhec, a këton qeverin, shtetin, me shkue një grue me vue mbretëresh? Sa është e logjikshme.
Megjithatë e merr shpejt këtë punë Xhengis Khani e sos tu I çel të mshelësit, ndodh si ka ndodhur në gjithë vendet e muslimanëve, por në këtë vend ka përdorur tjetër strategji Xhengis Khani. Nuk ka shtiu ushtarët e vet, I ka shtiu robët të luftojnë. Robët që I ka pas me veti ka thonë ju keni mi vrojt tash këto muslimanët. E ato kanë hit parët, ato e kanë bo krimin, ato e kanë bo subhanallah, gjithë I kanë vra vllazët e vet. Pse? Duke lakmu se thotë hajtë se do jetoj pak. E s'ash mirë, me jetu une, me vra vllajën tem, ç'ishon aspektin shariat? S'lejohet asesi. Vetëm pak ta kishin lodh trunin, t'ishin rebelun ndaj tatarëve, ju kishin bashkangjitur në pala tjetër, edhe vdes bërëshon të Allah subhanahu wa taala si shahid. Jo ti me luftu vllajën tënd. Edhe në këtë vend hinë dhe marrën çka kanë pas mundësi me mbajt tatarët me veti kanë marrë, çka s'kan pas më marr, I kanë djeg. Para mendoni Haririn, Harishka, shqip. Mëndafshin, mëndafshin I kanë mbledh mëndafshin në një vend e kanë bo vendin Kubën si kodrat dhe I kanë vu flakën, se se ne kanë bajt me veti. Çdo sen që s'në kanë mujt me marrë me veti I kanë djeg, që mos t'i shfrytëzojnë mbrapa muslimanët. Kjo është do thot belaja e tatarëve. Pse tatarët hezituan për hapjen për çlirimin apo me sulmue Bagdadin, khalifatin Abbasinëve? Tatarët që nisë për në Erbil. Erbili është në veri të Irakit. Nisën ushtria që ta marrë Erbilin të nga takete Bagdadin. Kur dëgjon khalifja I muslimanëve në atë zaman, dhe që tatarët janë drejtue për në Erbil, Nasir li dini la, Nasir, çfarë dini la, ndim si dini të Allah ki kërkun të hitë së kanë. Asë së kanë për mbretëve la, asë për udhetë së kanë. Kur dëgjon, atëherë çka bon thirrje që këtë të mobilizohen. Kush në vilajetin ati? E dhot nisën musliman për në Erbil. Mobilizimi plot. A e dini sa ushtar jam mbledh? Kush e din? Na prafërsisht. Këtë khalifati. 800 ushtar vetëm janë përgjigj. Këtë khalifati 800 ushtar. Subhanallah, musibet fatkeqësi e madhe. Kjo është hubbu dunja, wa karahiet el maut. Dashnia e dunjos dhe urrejtja për vdekje. Del një çfar komandanti I cili e ka pasur në Mudhaffaruddin me 800 vjet. Kur del, kur isha me qidra, me mija tatar, jo dhe të vallaj që 800 s'kam I humbë. Jo dhe të ushtrisë tërhiqni. Shumë e luftu ati. Kur tërhiqen 800 vetë, Xhengis Khani ndalet. Thot këtu ka kurth. Se s'ka mundësi gjithë ki khalifet I matë me 800 vetë. Këto thot du më nashtin në loj që së ndalëm. A I qarë kurth dhe s'kan pas që kanë pas. Lumi Allah, ka dasha këto s'mundët. E di si të njerë kur e mendojnë në që sham I fort, sham asoj, a I qështu, kur del kërkun di hiq. A këtan? Dhe thot në shumë qështu në kanë dalë, a këtan? Tu mendu se mashallah, të në Allah I të dhe shkajrin. Dhe kështu të ata ndalën dhe tërhiqen, thot sa glam, ka diçka s'ka mundësi, 500 vjet, I themelum, me histori të vjetër, e send me 800 ushtar, kjo është e pamundshme. Edhe tërhiqen krejt tatart. Po tërhiqen si me thonë këto I zgatët pak imri. Por çka luan qëtër strategji. Fillon gadal ti përfitoj ato që janë kundërshtar të këtij vilajetet. Që ushti flakën ndërmes veti. Sa punohet edhe tash, ka cool. Të thot, tentojnë çdo herë me ta prish dikant që e ke ngat. E këto fillon Xhengis Khani çka strategji, që kur do psohet për rreth, pastaj e kina udhën çel. Ja ushtim bela në rridhnon ndërmes veti, capton ndërmes veti, pastaj kur ti bësh xhok, ai do ta çka do të ne të bëjnë se është hasmi jam. E le këtë dhe drejtohet tjetër kund. Ku drejtohet? Drejt Tebrizës në Iran.
Që pa të nëboni çfarë kontrate ma herët. Ju kujtohet një kontratë që ju ka thonë s'luftojmë, dhe bëjmë çka dojnë, një dy afrë. Ju kujtohet, apo? Me Ozbekin, me atë Khalid. Por kur mrinë ati, e shet qeveria o ndruhe. Sa të kontratë kanë bo, kur mrinë ati, i vajnë lajmët që nuk o që e qeveri, qëtër qeveri është. E kush është komandant, thonë Shemseddin. Një çfarë Shemseddini. Por ke Shemseddini, Allah e më shiraft, i shkon burri i Khairit, që ka marrë shtetin, për shtetin. Burr i gjihadit, edhe burr i cili e ka kuptu dinin dhe dunjon. Dhe ka fillu minjerë ti motivon për rreth që i ka njerëzit dhe xhamatin dhe popullatën. Dhe i kanë nxit që të forcohen materialisht, fizikisht, edhe në aspektin shpirtëror. Fillon dhe ja kupton, ja u tregon dhe ja mëson se sa ke që të nënçmohesh. Se sa dhe ja ka tregu atë që ka mësuar teorikisht dhe shikojnë ata që se kanë zbatuar praktikisht. Shikojni çfarë nënçmimi ju ka ndodhur qyteteve tjera. E ka filluar gradualisht, do thotë dhe ja ka treguar që se do luftoni me tatar, më mendoni se keni me vdek. Se nuk vdek para se me tartë xheli. Ju ka tregu se jeta o ndorën e Allahut, para se me lind ti, kur në barkin e nanës, i ke bo 4 muaj dhe dit, ta ka shkrujt sa kemi jetu edhe sa pare kemi marrë. Edhe riskën edhe e xhelin. E për këtë arsye thot, më mendojni se do shpotojni për kësaj. Mos mendojni se naj superfuqi tjetër do t'ju ndihmoj juve. Kush ju thot? Shemsuddini. Thot nuk ju shpëton juve prej tatarve as një qeveri, as një shtet, as një superfuqi, vetëm njona fuqi ju shpëton juve prej tatarve. Ha, ti Shemsuddin? Se janë përzi shumë emra, Shemsuddin, Xhelaluddin, Gayathuddin, Nasruddin, plot. Edhe i thot, ha Shemsuddin, thot ju shpëton vetëm ju kur të shefni mbas shpatës. A kuptuat? Veç ajo s'ju tradhton. Si të mbështetni ju mbas shpatës, ju do të fitojni. Ama si të mendojni të mbështetni të dikush tjetër me kontrata, me marrëveshje, Allah i edhe shkajni se nuk e mëshirojnë tatartë. Do të e vetëmja rrugë cila është, ato do mbështetna mbas shpatës do fqefna. Si të fqefni mbas shpatës, dini se nuk humni. Edhe i ka bind, edhe fillon me njerë qka, kalat mi forcu, murnat kënë rëdzu, hendeke që i kanë pas mi pastru, mi gjanue, kanë fillu armatimin, do të armatimin, shpata që i kanë pas në zeman, po shesh armatimet të i thonë. Do të kanë fillu me pregadit, kanë fillu me riparue, dhe kanë fillu ushtrimet, kanë fillu radhitja e safeve, kanë fillu këtë vullnat. Kur afron tatar, ju shkojnë lajmet shpionat, qka? Thot Shemseddini i prap, i ka qitë këtë teren, qka? Thot valla, në gjendje e janë, qështu. I dhënohë Xhenkis Khani. Edhe thot tash, unë e marrë vendimin të. Kush e di çfarë vendimi ka marrë? Se këto i ka zonë rebele, se ka pas kontratë me to. Thinja e kontratës. Kush e di çfarë vendimi ka marrë me vendos me këto që janë rebelue Xhenkis Khani. Kur nëse di dikush, e ka një dhuratë prej meje. Me ekzekutu tjetër, Xhenkis Khani merr një vendim çuditshëm o gjen para ushtrive. Thot derisa këto kanë vendosur bëbo xhihad me ne, thot çuni lejni këto njerëz se zore kina me këto. Tërhiqet me këtë ushtri. Thot to kam vendos me vdeks me këto zorrash. Edhe u ka tërheq me këtë ushtri. Subhanallah. Hala pa nis në front. Allahu subhanahu wa taala ka shtin zamrat e tyre frikë. Pse? Për shkak se ti ke marrë sebepët. Kur ti marrë sebepët, Allahu nuk të lenos. Edhe do thot, për këtë se ato kanë kuptu, iddu lahum mastata'tum. Përgatitni ju sa të keni mundësi. Çka? Turhibuna adu Allah aduakum. E friksoni armikin Allah dhe armikin e juve. Edhe para mendo të tërhiqet Allah të ndershëm prej kësaj, prej Tebrizës Xhenkis Khani, se ka pa që këto njerëz me këto zore ka me dalë në balë. Pse? Se njeti i pastërt, për Allah subhanahu wa taala, sa ja ka pastru jetin. Atë çka tha më herët në je? O shkon për post, me në gjallë, për famë, me këthim mbretërin, nuk u kon për Allah subhanahu wa taala. Kjo ka thonë, kjo është për Allah. Nëse nuk u për Allah, kote keni. Do të jetin e pastër, përgatitja nivel,
kanë pas premtimin e Allahut, që Allahu la yukhliful mi'ad, Allahu nuk e them premtimin, dhe me këtë mënyrë do thotë ka shpëtu Tebriza prej krimeve dhe masakrave të tatarëve. Drejtohen për në Kenxha. Për në Kenxhat, jo kanë afër ato, kanë marrë mësimin e Shamsudinit. I vjen Xhenkis Khani, thonë, vallahi edhe këto që shështu i kanë bërë jetin, si ato të parët. Çka? Thotë, vallahi zorë, edhe këto hazër janë. Thotë, edhe piktu, thotë, derisa ne këto e kanë vendos me bo xhihad me na, Xhenkis Khani thotë tërhiqni. Problem është. Dhe janë tërhiq. Çdo, subhanallah, çdo vend që e ka marrë këtë vendim, subhanallah, tatarët janë tërheq. Kush kanë mendue me kontrata, me marrëveshje, me aton, me këton, veç i kanë kosit tatarët. Derisa i bën e thiri, thot para mendo, ka një gruaj ka pre 10 vjet. 10 vjet, rriti që ti drejt, ta sosi me këtë tona vite ti. A hiq. A çka do thotë tash mu çu dikush me nai neve çu me thon rreni drejt se këtë me shpull ajo rrei. A kishim nai? Khoton. A kishim nai? S'kishim nai, do shoh stakfurullah, si të thjes frika se më pa makinë rritat, më mirë ti shpulla, e shpëtoj se sa të hupi krejt. Ama kur t'jen zemër dashnia e xhenetit, dashnia e dinit, friga Allahut, këtë friga dolën pi zemrat tona. Si et asnjë. Dhe pas kësaj, e shet që i s'ka këtu problem, drejtohet pas Tebriz dhe Kenxhës, drejtohet Dagestanin e merr, Çeçenin e merr, pjesën e rrezisë të Azerbajxhanit, përveç se me një vend që ka mrije me Shekh Shemahi. Shemahi është një vend prej vendeve të Dagestanit që kanë qenë musliman, e në ato kanë qëndrue, si këtë të partë, e kalon edhe to, dhe ka ka të shlirue pjesën e Rusisë tona. Dhe ka bo masakra nisi si ka bo të musliman. Qështu e kanë pas ato? Skandalue, njoni me tjetrin, çka kanë gjetë para, kanë fshije. Ose bonu sikurun, ose nuk ka mundësi. Do të para mendoni për një vjet, kanë arrit do të tatar për me marë Kazakhstanin, Kërgëzistanin, Tajikistanin, Uzbekistanin, Turkmenistanin, Pakistanin, Afganistanin, me plot dhe Iranin, Ermenien, Gjorgjien, par një kohë të shkurt, khilal, senetejnë o bida e shkurt, 2 vjet e diçka muj. A mirët veç në më kejtë teritori? A më mirët, kur t'hin friga në zemër. Kur t'hin friga në zemër, wallahi mirët. Gjatë kësaj periude, dhe do të përleshen me një ndodhi e cila do t'i bon tatar të mprapën pak. Gjatë, do të arrin me një vend, do thot që ju kanë thonë një fiz bulgar, Bulgaria jonë, sot çka është. E me këto, kur arriten, dhe këtu ju del, hesapi nuk ju del mirë tatarve. E këto, kur janë ballafaqu tatarët me këto, këtë fizi bulgar, edhe kanë humbë numbrin e madh. Që shki numër, i ka bon, subhanallah, rahmeti Allahut, që t'i humbin një territor të madh. Do të tatarët, e kanë humbë Rusien, Gjorgjien, Ermenin, Çeçenin, Dagestanin, Azerbajxhanin, edhe një pjesë veri të Iranit. Numri madh. E mbas saj ndodh një musibet tjetër. Ndodhin 4 ndodhi të çuditshme. 4 ndodhi brenda kësaj. Muslimanët veç me luftu tatarët, kthejnë luftojnë me krishterët. Ndodhia e ditë është e çuditshme se paraqitet në Ghiathuddin. Edhe ndodhia e tretë është për me marrë pushtetin, e ndron fejen një gjarë i një sultanit, një mbretit, i cili e ka sundue Anadolin. Bot shka për me martu shkinën, për pushtet. Edhe treta për katërta ndodh një ndodhi që Allah ja çon signal muslimanëve, ktheuni te Allahu. E inshallah, si t'jemi gjallë dishon këto ndodhit, edhe dëshon Xhelaludini ku hiki, ku mbet. A do dalen sken prap apo jo? Del prap sken. Edhe dëshon se Xhelaludinin me çfarë arme e kanë vrarë. Edhe kush e ka vrarë. Edhe pse e ka vrarë. Është shumë interesant. Allah i na ruajt. Për këtë bofnat mirë me njerëzit, që edhe mbarimin ta kenë atë mirë, Allah ju ruajt, Allah ju nderoft, Allah ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.